Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ska dyshim se tërë falenderimet I takojnë Zotit të agjëruzve. Ati I cili e bëri obligim agjërimin për robrit e tina dhe në agjërim e caktoi devotshmërinë për zemrat të cilat zemra ju përgjigjen Allahu te bareke ve taala. Salatu dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi mbëltyrën më të mirë se si agjërohet dhe se si me agjërim arrihet takvallahu për Allahun te bareke ve taala. O umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshirojmë përmirësimin për Allah, përmirësim kë I cili ishte në zemrat e njerëzve më të mirë, sahabëve, tabiinëve, e tebi tabiinëve, e atyre të cilët e kishin dert Allahun te bareke ve taala dhe të cilët e ndjeknin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet të kemi 3 gjëra parasysh, për shkak se këto 3 gjëra peshojnë shumë te Allahu subhanahu wa taala dhe I përmirësojnë zemrat shumë. Dhe e bashkojnë umetin islam rreth këtyre 3 çështjeve. Çështja e parë është mendimi I mirë për Allahun te bareke ve taala. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilin e transmeton Ibn Rajebi rahimahullah, ka thënë Allahu te bareke ve taala: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi", un jam në mendimin e robit tem për mua, wa ana ma'ahu idh dhakarani, dhe un jam me të, me robin tem kur ai më kujton mua. Në mendimin të cilin ti e ke ngrit për Allahun te bareke ve taala, aq peshon Allahu azza wa jall në zemrën tënde. Sa më I mirë, sa më I madh të jetë mendimi yt për Allahun subhanahu wa taala, aq më I madh do të jetë Allahu azza wa jall në zemrën tënde. Nuk I më bën një vepër vetëm se mendimi I mirë të cilin e ke në zemër do të lidhet me veprën, me sinqeritetin dhe me lidhshmërinë tonë me Allahun te bareke ve taala. Erdhi në një hadith në fund të Sahihul Muslim, kur do dalin robrit para Allahut azza wa jall dhe po u gjykoj ka në veprat e tyre, e po arka filani, po arka një rob I Allahut azza wa jall, dhe po u gjykoj ka për to me shkuën në xhenem, për shkak se veprat I ka për me shkuën në xhenem, e kur po ecka rrugës drejt xhenemit, po u ndal ka disa herë dhe po shikoj ka drejt Allahut te bareke ve taala. Allahu azza wa jall e din mas miri, mirë po e pyet Allahu azza wa jall se pse po shikon, pse po e kthen kryt mas. Thot, të një jetën tem, krejt qasët e kësoj dynjaje që I kam jetue, qasët e Ramazanit e të namazit, qasët me vëllezër, me musliman, qasët e agjerimit e gjithë shka që kam jetu në këtë dynja, kam jetu me mendimin se ti sot kime ma falë muhe. Kam jetu me mendimin se sot Allahu azza wa jall ka më shpëtu e muhe prej xhehenamit. Dhe urdhroi Allahu te bareke ve taala që të falet ai person dhe të hin në xhenetin e Allahut azza wa jall për shkak mendimit të mirë që e kishte në zemrën e tij, në veprat e tij për Allahun te bareke ve taala. E para, e dyta është me pas mendimin e mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se ajo të cilën ai sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar është shumë më e mirë se sa ajo që ti e don me veprua. Vendimi I tina, mendimi I tina dhe suneti I tina është shumë më e dashur dhe shumë më e lartë te Allahu azza wa jall se sa ajo që ti e mendon. O Omer, nuk e ke plotsu imanin ton Omer, përderisa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta duash më shumë se sa edhe veten tënde. Tha Omeri radiallahu ta'ala anhu se e dinte me bindje dhe me mendim të mirë për pejgamberin alayhis salam se nuk rran për Allahun azza wa jall, dhe se ato që ka thonë prej Allahut subhanahu wa taala, dhe se ato që e ka vepru është më e lartë dhe më e mira, dhe se është shembulli të mirës. Kështu e kishte mendimin Omeri radiallahu ta'ala anhu. Tha, ja Rasulullah, dëshmoj se une prej sodit, prej këtij momenti du më shumë ty se sa veten teme, pastaj veten teme, pastaj dikon tjetër. Kështu ishte pika e cila I lidhi pastaj sahabët rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se e kishin një mendim për pejgamberin alaihi salatu wasalam. Dhe çështja e tretë është mendimi I mirë për muslimanët. Në Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani kur e komentoi Sahihul Bukharin, tha kështu: mendimi I keq për muslimanët është prej harameve, gjunaheve shkatërruese tek robi.
Ku ka mundësi që Allahu te bareke ve teala t'ju thot njerëzve në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, se besimtarët janë vëllezër dhe ta ketë dikush mendimin e keq për ata. A nuk i bjen kjo? A nuk i bjen mendimi i keq për muslimanët? Se Allahu Azza wa Jalla është ai i cili t'i ka caktuar vëllezër ty ata. A nuk i bjen mendimi i keq për musliman me pas mendim të keq për zgjedhjen e Allahut Azza wa Jalla? A nuk prek ky mendim te mendimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wala tahasadu, mos u urreni mes vetja, as mos ja keni zili njëri tjetrit, wala tanajashu, as mos i rritni çmimet për shkak se erdh filani, erdh alani dhe nuk du me ja shit atina, wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit e më u hidhru mes veti, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bënu vëllazër, bënu rob të Allahut Azza wa Jalla vëllazër. Këto tri çështje pajtojnë mesin e muslimanëve, për shkak se kur mendimi i mirë është në zemrat e robërve për njëri tjetrin pasha Allahun, do të bashkohen ato zemra dhe me bashkimin e zemrave të muslimanëve do të zbret bereqeti i Allahut subhanahu wa taala. A nuk e patën mendimin e mirë çdo njëri prej muslimanëve në betejën e Bedrit, kur ishin 315, 14 apo disa, e patën mendimin se asnjëri prej tyre nuk e lëshon vllahun. Nuk e lën njëri tjetrin, se lëshon safin. E kur e ka qatë mendim, vallahi vazhdun të para, derisa Allahu Azza wa Jall e zbriti fitoren mbi banorët e Bedrit. Andaj, nëse dëshirojmë që të nismi drejt Allahut Azza wa Jall me një përmirësim cilësor dhe një përmirësim të cilin përmirësim e don Allahu subhanahu wa taala, e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ke mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall, ta ke mendimin e mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ta ke mendimin e mirë për muslimanët. Elusë Allahun Azza wa Jall që ashtu që shna ka të buën këtë vend, Allahu subhanahu wa taala të na bashkoj në Jannatul Firdausul A'la. Duma e përmend një ngjarje të cilën ndodhi tek selefi, tek njerëzit e mëdhaj, ata të cilët jetonin për kësi momente, jetonin për Allahun Azza wa Jall dhe çdo çast e kishin çka do të bëhet mes tij dhe Allahut. Jetonin për qasin se kur do ta shfrytëzoj mundësinë ta fitoj xhenetin te Allahu Azza wa Jall. Një nxënës i cili ishte alim në vete, po shkon te hoxha i tina. Kur shkoi afër shtëpisë tina, e ndëgjoi se i kishte ngrit durt ka qielli dhe po e lut Allahun subhanahu wa taala. Dashti mos më ni hoxha i tina, se dashti me ndëgju se cili është qelësi i tina mes hoxhës dhe Allahut Azza wa Jall. Çka po thoi ka ky që e pas ka ngrit Allahu ka çum? I tha, o Zoti jam, në doat e tina, i tha, o Zoti jam, nëse ti ditën kur do të dalëm para teje, ki më kërku mua për haramet e mia, për gjunahet e mia, për lëshimet e mia, unë do të kërkoj ty, o Zoti jam, për faljen tane. O Zoti jam, nëse ti atë ditë ki më kërku mua për me u dënune, atëherë edhe unë do të kërkoj që ti më fal mua atë ditë. O Zoti jam, nëse ti e ke vendosë atë ditë unë me qenë prej xhenemlive, vallahi, krejt xhenemlive kam ju treguar se të kam dash ty në këtë dynjë. Do t'ju tregoj krejt atyne. Ky ishte mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Allahu na mundsoft një mendim tillë për Allahun Azza wa Jall, për shkak se në këtë mendim vallahi ka bereqet, në këtë mendim ka bashkim në mesin e muslimanëve, se kur e kanë Allahun qëllim, vallahi ai që e ka Allahun qëllim do ta gjen shokun e tina, sikur se tha Aisha radhiyallahu taala anha, se shpirtat që kanë ushtri, e kur e kanë synimin e njëjtë, e njohin synimin e njëri tjetrit, vallahi do të bashkohen rreth atij synimi. Elos Allahu Azza wa Jall që synimi jon tjetë Allahu te bareke wa taala, mendimi jon për Allahun tjetë më i larti, mendimi jon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tjetë më i larti, dhe mendimi jon për muslimanët tjetë më i larti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.